Tani, keni parasysh që Europa, Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Nuk e mban derën hapur gjithkohës. Madje në pjesën më të madhe të kohës dera është e mbyllur. Duhet merren vesh 27 aty mren që të hapin derën. Ajo që ne kemi dashur që ditën e parë ka qenë që të futemi brenda, por asnjëherë dera për ne nuk ka qenë e hapur, vetëm fjala ka qenë, vazhdoni punën, përpiquni një ditë do vini etj etj. Dhe sot ka ndodhur ajo që duke e pabesueshme. Ata e kanë hapur derën për Shqipërinë. Dhe na kanë dhënë 2 vjet afat, 3 se kemi filluar që vjet negociatat për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Tani janë 250.000 e kusur faqe që ne duhet i kalojmë një nga një atje në negociata me ta, të merremi vesh, duhet marrë ky vendim, duhet marrë kjo mas, duhet bërë ky plan, duhet kaloj ky program, duhet bëhet ky ligj, edhe ne atje themi po, bijem dakord. Tashti e kuptoni ju që mos kemi fuqinë këtu, të kthehemi këtu, edhe të duhet të bindim kënetën, hajde votoni dhe ju se na duhet. Dhe si mund t'i themi ne atyre në Europë që shikoj ju e keni hap derën, po prisni se ne nuk jemi vetëm njerëz siç ta shihni, kemi dhe i buf mes nesh. Si t'ja shpjegojmë këtë? Apo ca që thonë jemi parti të reja, që të re kanë vetëm moshën e kryetarëve se s'kanë asgjë tjetër. Ato partit e reja janë një rikthim në fush i farës së vjetër të ndjerës LSI. Ju kujtohet? Ju kujtohet se çka kemi heq me atë farë edhe se si një parti e vogël merrte peng dynjan për interesat e veta, eksakt e njëjta gjë janë edhe këto trejat që kanë dalë. Asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. Dhe dëgjojeni vetë kur thonë, po ta kemi në dorë në 11 maj, ne do kërkojmë zgjedhjet parakoshme. Domethënë ne duam të futemi në BE, ata duan të bëjnë zgjedhjet parakoshme. Pse? Për ta marrë peng popullin që o ne në karrige, o s'ka qeveri, ë? Tashti ata nuk do më arrin të asgjë, as të mëdhejt, as të vegjlit, as këneta, as moçalet. Çështja është sa do arrim ne. Dhe këtu s'është fjala që ne të kemi numrat për të bërë qeverinë, se kjo as nuk diskutohet. Këtu fjala është që ne të kemi një fuqi vendimarrëse që të ecim përpara dhe të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe besojeni këtë gjë. Shqipëria në BE është një Shqipëri tjetër, komplet. Është një Shqipëri e re. Është një hapësirë e re. Është një horizont i ri. Është një shpresë krejt e re për të gjithë dhe sidomos për gjeneratën e re. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është më vetëm. Dhe po ju jap një shembull shumë thjesht. Nëse sot ne kemi bërë shumë punë, edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, edhe për infrastrukturën, edhe për energjinë, edhe për bujqësinë, edhe për arsimin. E gjithë ndihma e tyre në gjithë këto vite ka qenë 1 miliard e diçka më shumë euro. Kur ne bëhemi antar, 1 miliard e diçka më shumë euro i marrim çdo vit nga ajo shtëpi e përbashkët. Sepse ajo shtëpi funksionon tamam si shtëpitë tona. Kush është më i rritur, ndihmon më të vegjlit. Dhe për bujqësinë kemi bërë agroturizma, kemi bërë agropërpunim, kemi bërë pikë agrumullimi me ndihmën e tyre. Po kemi marrë shumë më pak se 200 milion euro. Në momentin që hym në atë shtëpi, 300 milion euro vijnë çdo vit nga shtëpia e përbashkët. Tani kjo është një ardhme që deri dje ka qenë një ardhme e largët.